A mund më thoni se si e komentoni ju këtë veprim të Kristit ndaj Kesit? Unë do ta them mendimin tim pasi të shohim videon. Shiheni pak. Mirë. Si thoni ju tash? Opa there. Bukur. Tani, mendimi im është krejt i qartë. Unë e kam thënë që në fillim që pavarësisht se Krishti mund të ketë 100% të drejtë, 100% të drejtë, por këto janë ato detaje që të nxjerrin si thosh zbuluar. Pra, këtu tregohet që ti ke hyrë me lapse me letrën në dorë, duke parë se çfarë është bërë në Big Brother të tjerë. Dhe çfarë merret pikërisht një veprim i cili një veprim i keq për mendimin tim. Edhe ai person që e ka bërë përpara Krishtit e ka bërë shumë gabim që e ka bërë. Megjithatë, thash edhe një herë, Krishti mund të ketë 100% drejt, ama mund të kishte gjetë një mënyrë tjetër për ta ulur kundërshtarin. Kurse kjo hedhja e kësaj të thuja alkoolit në kokë është veprim i shëmtuar edhe kur është bërë përpara, edhe sot që bëhet po njësoj.